në zemër të maleve Radobit në Bullgari, në ekstremi lindor të tyre gjendet Mandrica, një fshat i vogël por me një histori të madhe, e cila lidhet ngushtë me shqiptarët. Mandrica është i vetmi fshat në Bullgari me origjinë shqiptare, dhe që prej themelimit të tij ka ruajtur me përkushtim gjuhën, zakonet dhe kulturën shqiptare, duke qenë një dëshmi e gjallë i gjurmëve shqiptare në Ballkan. Ky fshat u themelua në vitin 1636 nga tre vëllezër shqiptarë ortodoks, barin të ardhur nga Visët e Korçës, të cilët furnizonin ushtrinë osmane me produkte bjektorale. Sipas legjendave, ata u vendosën atë zonë pas një udhtimi në krajinën e Edirnes, u gjetën një vend të përshtatshëm për bagëtit dhe familjen e tyre. Në atë kohë, si shpërblim për shërbimin dhe perandorisë osmane, atyre u dhaj drejta të jetonin pa paguar taksa dhe të kishin tokën e tyre. Me kalimin e viteve, Mandrica u pasurua me ardhjen e shqiptarëve të tjerë, veçanërisht gjatë shekuj të 18 dhe të 19 të ardhur kryesisht nga Korçat nga rajoni i Sulit në Greqinë sotme. Në shekullin 19, Mandrica kishte rreth 250 shtëpi dhe afro 1080 banorë shqiptarë. Madje më 1908, burime greke e përshkruajnë të fshatësit të banuar nga grek shqipfolës, edhe pse në thelb ishin shqiptarë të besimit ortodoks që përveç shqipes përdorin dhe greqishten për arsye fetare dhe tregtare. Fshati kishte një jetë të gjallë ekonomike, banorët e tij merreshin me rritjen e mundafshtit, kultivimin e duhanit, tregtinë dhe zejtarinë. Në Mandricë ishte ngritur edhe 3 institucione arsimore në gjuhën greke, një shkollë për djem, një për vajza dhe një kopsh për fëmijë, duke treguar për një nivel të lartë të arsimit të komunitetit. Kultura dhe tradita shqiptare mbizotëronte në jetën e përditshme, veshjet tradicionale të zonës së Sulit, sidomos fustanella për burrat, u luajtën deri në shekullin e 19, kur gradualisht u zëvendësuan me veshje trakase, ndërsa gratë vazhduan të mbanin kostumet e vjetra deri në kohën e shpërngulljeve masive të Greqisë. Arkitektura e shtëpive të Mandricës është një tjetër element i spikatur, shtëpi karakterizuar nga ndërtime me gur dhe dru, balkone të mëdha dhe pamje të bukura, duke reflektuar një stil të veçantë të ndërthurjes mes traditës shqiptare dhe ndikimeve lokale. Sultet e pse fshati ka pasur shpopullim, ndërtesat e vjetra dhe rënoja tregojnë për një të kaluar të lavdishme. Në vitin 1929, Mandrica përjetoi një valë të re të ardhurit shqiptar, që u vendosën aty dhe i dhanë jetë të re fshatit. Sot, edhe pse ka mbetur pa banor, ata vazhdojnë me krenari të ruajtur gjuhën shqipe, zakonet, këngën dhe kujtimet e të parëve të tyre. Fshati shqiptar në Bullgari mbetet një nga dëshmitë më të rralla të pranisë shqiptare në rajon dhe një thesar i gjallë i trashëgimisë kulturore në Mandricë. Vizitorët mund të shohin arkitekturën e rrallë të shtëpive, të dëgjojnë ende fjalët e shqipes së vjetër dhe të përjetojnë një atmosferë për që të kthen pas në kohë. Sot Mandrica është jo vetëm një simbol i kulturës shqiptare jashtë kufive, por edhe një pasuri historike e Bullgarisë që tregon për bashkëtesën dhe ndërthurjen e kulturave në Ballkan.